Korça dhe zona juglindore e vendit po përballet me një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve të huaj. Në rrugët e qytetit tashmë është kthyer në një pamje të zakonshme prania e grupeve të shumta të turistëve, të cilët vlerësojnë natyrën, historinë dhe atmosferën e qytetit. Na pëlqeu shumë, vendi bukur, i egër në disa pjesë, është hera e parë në Shqipëri. Korça është një qytet që të mahnit me arkeologjinë dhe historinë e saj. Është hera e parë në Shqipëri, peizazhi është mahnitës. Nuk mendonim se do të kënaqeshim kaq shumë. Nuk ishim dëgjuar më parë për këtë vend, por po largohemi me vlerësime maksimale. Uroj që turizmi këtu të rritet sepse ka shumë potencial. Edhe guidat turistike shqiptare tregojnë se vizitorët francezë cilësojnë shpesh Korçën si Parisi i vogël për shkak të arkitekturës dhe kulturës. Vinë më shumë në Korçë. Korça quhet Le Petit Paris. Parisi i vogël. Të gjitha edhe në veçanti varrezat e ushtarëve francezë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit të kaluar, Juglindja mirëpriti më shumë se 700.000 vizitorë, ndërsa pritshmëritë për këtë vit janë edhe më të larta.